Fillimisht në një tenxhere më të madhe do të shtojmë 1 litër me qumësht. Unë zakonisht e zgjedh qumështin pënar për ëmbëlsira, sepse ka një përqindje më të lartë të yndyrës që i bën ato më kremoze. Qumështin pënar mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta përshtatni sipas shijeve të juaja. Nëse doni më ëmbël, mund shtoni më tepër, nëse ju duket shumë, mund shtoni më pak. Unë do të shtoj 7 lugë plota me sheqer. Tek qumshti vazhdojmë dhe shtojmë 3 lugë gjelle një shiste. Shtojmë edhe 3 lugë gjelle me miell. Vazhdojmë dhe shtojmë brenda vetëm 1 kuqe të vezës. Mos harroni për shije dhe aromë të mirë, të shtoni një pako vanilë sheqer. Përziejmë mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar do ta zijejmë derisa kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar, por mos u largoni, qëndroni afër dhe përzijeni pa ndërprer, sepse kremi din të ngjitet dhe mos të bëhet i mirë. Andaj përzijeni derisa troshet. Tani që kremi e ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Te kremi vali nxehtë, këtë radhë do të shtojmë vetëm krem pana ose hoplla për ëmbëlsira. Në total do të shtojmë 250 ml. Dhe përzijemi mirë tani derisa të na lidhen gjitha produktet dhe të formohet një krem i mirë. Pasi që të përzihet mirë, kremi më është gati, vazhdojmë me renditjen e ëmbëlsirave. Këtë radhë unë vendosa që ta bëj në gota. Recetën e njëjtë mund ta bëni edhe në formë të tortës, në tepsi, por më pëlqen që ta bëj kështu në pjata. Më duket më praktike. Tani kemi nevojë për Nescafe. Llojin e Nescafes që po e përdor unë është Nescafe 3 në 1. Gjithashtu kemi nevojë edhe për biskota. Mund përdorni edhe biskota të thjeshta në formë katrore, por unë i kam këto dhe i dua shumë, më pëlqen shumë shija që e kanë, janë pak më të ëmbla dhe më të buta. Ky është lloji që po e përdor unë dhe mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Në biskotat i shtojmë vetëm për 1 sekond, kafja nuk është e nxehtë, është e vakët. Këto biskote janë më të vogla, në pjatë do t'i zen 2, por nëse i përdorni ato në formë katrore, do të mjaftoj 1, pasi pjatat që unë po i përdor janë katrore. Si rendisim një rend biskota, shtojmë një rend krem. Vazhdojmë i rendisim në gota, rend biskota, rend krem, derisa të përfundojmë në të gjitha. Tani që kemi përfunduar me renditjen e të gjitha pjatave, vazhdojmë që t'i dekorojmë sipër. Në total, unë fitova 6 pjata më të mëdha. Për t'i dekoruar sipër, do të përdor çokoladë të bardhë. Në total, po përdor 100 gram. Për çokoladës do të shtoj 100 ml krem pana për ëmbëlsira ose hoplla dhe do ta vendos në zjarr mesatar të ulët që të shkrihet dal nga dal çokolada. Dhe tani, çokoladën e bardhë të shkrirë e kam vendosur në një enë më të vogël, do t'i mbuloj sipër ëmbëlsirat. Vazhdojmë që t'i dekorojmë pak. Unë këtu në një nylon kam shtuar çokoladë të qumshtit, cilën e kam shkrirë dhe do të vazhdoj të bëj kështu vija për ta dekoruar ëmbëlsirën. Pastaj, me ndihmën e një rrëmuesës, do të bëjmë kështu vija dekorative. Dhe kështu duken pasi kemi përfunduar edhe me dekorimin e ëmbëlsirave. Mjafton të lejojmë që të ftohen në frigorifer diku për afërsisht 30 minuta dhe i kemi gati për të shijuar. Për atë arsye unë i bëj në gota sepse bëhet ftofja më shpejt dhe është ideale kur keni mysafir për shpejt e shpejt. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta pëlqeni dhe do ta shijoni bashkë me familjet e juaja. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.